I dashur profesor Moshima, si po shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha përçmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Unë nuk e meritoja fare notën 4 në testin që kisha bërë, sepse i kisha plotësuar pyetjet. Vërtet? Po, më pas ai më tha që është nota më e ulët që ke marrë nga të gjithë të tjerët në shkollë. Wow, ne duhet të bëjmë diçka për atë qen, ose ai do bëhet si picë shtypur. Pica! Ej, prit pak! Sa kish, mund të ketë humbur. Ku jeton o bukurosh? Duhet ta ledhatoj edhe unë. Riko tu me ta, do të shkoj të marrë djalin robot. Je një këlysh llafazan. Unë mendoj që të vë emrin si Kthetrat e Nxjerrura, djali me hanxhar. Ti, unë mendova një emër të bukur për të. Sparky. Kat. Djali robot, përshëndetje Sparkin. Djali robot, jo! Dalo më dhe një herë! Çfarë patë kështu? Dashta ai është alergjik. Me ty do merrem më vonë. Ija, të takohesh me familjen time. Shikoni se çfarë gjeta. Emri i tij është Sparky. A mund ta mbajmë? Unë nuk e di, Tommy, por ne kemi përgjegjësi të tjera në shtëpi. Wow, e po, them që të qëndroj këtu për disa kohë. Më falni zonjë, por Kthetrat e Nxjerrura është pronësi të Gas Turnerit. Në ëndrat e tua. Ej, ti nuk e mora atë i vetëm. Ne e gjetëm së bashku. Përse nuk e leçeni të vendos? Hej qenush, a do që të jetosh këtu që nuk është fare keq, apo do të shkosh në shtëpinë e çorapeve të çelbura të Gazit? Për mua është në rregull. Eja pra djali me hanxhar, le të lëvizim. Kjo nuk ka mbaruar ende, po shkoj të marr leukoplast. Kam për të bërë diçka, dhe pastaj do të kthehem. Në rregull, fol. Pse dëshiroj të shfarrosi Sparkin? Është i lig, djali robot do ta shkatërroj. Ai është një gëlysh. E di çfarë mendoj? Mendoj si e xheloz. Çfarë? Xheloz? Do të thot kur ti je i zemëruar me dikë, sepse ai ka diçka që ti do. Ne jemi një grup vëlla. Sparky do të jetë në shtëpinë tonë. Mirë, kështu që do apo nuk do, unë do ta mbaj atë. Ambëlsir këlyshash. Do ta bëj kafshën tënde shtëpiake që të doj më shumë. Krokante. Jo, të grënshme. Krokante të grënshme. Jo, nuk duaj të më fikësh. Por më duhet të karikoj bateritë. Baterit janë plot, nuk duaj të më fikësh. Bëj ç'do duash pra. Natën e mirë djali robot.
Natën e mirë, Sparky. Është ora 4 e mëngjesit, koha për të zgjuar! Merë një kokë, Fleabag! Kjo është për një udhëtim të gjatë! Më premtoj që do të rrish mirë me Sparkin kur të je në shkollë. Djali robot të premtojnë. Dhe nëse i prek sigur një fije floku, do të jesh të lashit të mëdha. Në rregull. Kështu të lumt. Bukur! A nuk supozoj që të sulmonte derisa djali robot të ishte që aktivizuar? Apo do ta fikësh atë, si që ai di ti bëj punët më mirë, apo jo? Ti duhet ta shohësh me një herë, miku im putalla. Kjo do të jetë jashtëzakonisht brutale dhe ekstreme. Dhe nëse i prek sigur një fije floku, do të jesh të lashit të mëdha. Dito, Konstantin! Një lojë dy fisht është me mikun ton të ri. Ne duhet të fshihemi tek anija e kockës. Le të shkojmë! Djali robot është zemëruar me Tomin. Oh, jo! Djali robot! Nuk e besoj dot, nuk e mbajtë premtimin. Djali robot nuk po e bën. Qeni përbindësh, i madh, i lig, i keq, i acaruar. Sparky! Or Sparky! Sparky? Sparky! Falë zotit që t'je në rregull. Ti do të aktivizohesh sa më shpejt që t'jetë e mundur. Jo, mos u bëj i keq, mos e bëj, mos më çaktivizo. Faleminderit, Konstantin. Po ti e di që duhet ta pastrosh atë tani. Më fal që ta bërë këtë gjë, mik, por nuk mund të lejo të shkatrosh shtëpinë në këtë mënyrë. Sparky? Fetrat e nxjerrura? Djali robot! Jo! Të lumt, Qenush! Qeni ra!
Eja me një brat! Nuk funksionon. Wow! Why, bukur! Wow! Oh, djali robot, e prisha fare punën. Do të kisha dëgjuar. Më fal shoku. A mund të më falësh? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë? Po bëj shaka. Ej, prit! Po gazi, ku është? Ku ndodhet gazi? Djali robot ka vërtet shumë pjesë. Mua ma fua. Unë urrej që ti pastroj ato, sepse jam i friksuar se mos më mbas në një gjë. Mos të shqetëso. Unë shumë me kujdesi kam vendosur çdo pjesë. Ç'kemi Lola, ku është Tomi? Plako, çfarë do ke bërë aty për tokë? Shikoje pa këtë grushtin e madh që unë kam. Unë vë bazë që ti do dëshiroje ta kishe këtë lodër që ka shumë karamele brenda saj, ha? Ma kushtoj shumë të them të drejtën, por mund të them se ja vleti kjo gjë. A dëshironi pak? Ja, nuk bëhet fjalë, i kam të gjitha për vete. Çfarë budalla i shëndosh? Ai me të vërtetë do të hante dhe kokën e tij nëse do ishte ëmbëlsirë. Unë dorëzohem. Unë do të telefonoj profesorit, e urrej që ta bezdis atë. Ai është gjithmonë i zonë duke punuar me disa lloje të tjera eksperimentesh. Do më falësh që të bezdisa, profesor, por ne kemi një problem të vogël. Unë po pasoja djalin robot dhe një pjesë ka humbur. Paga shumë. Ajo është një pjesë e vogël që vendoset tek baza e transportueses, afër te kontrolluesat kryesor. Ajo është pjesa më kryesore e djalit robot. Pa atë, ai ka absolutisht Zero aftësi për të dy luftuar. Ju duhet që të ktheni këtu sa më shpejt që dëgjimse vëdësuesi të ju dërgoj me email destinacionin tim. Përgatiteni djalin e robot për shkarkimet. Aktivizo përgjuesin e mesazheve. Më në fund, unë kam për të zbuluar sekretet e Moshimos në atë laborator. Duke i dërguar tani. Hej, Lola, a mendon se unë mund ta fus këtë në hundën time? Jo, mos e bëj atë. Ja! Dëgjoj, shef, përse ne nuk i ndjekim ata deri atje? Unë e di. Ne kemi për t'i ndjekur ata. Përgatit mjetin e kockës ajrore. A thua që i më mirë me atë pajisje ro? Dashur teleshikues, dhe Monti për sot ka për të pasur disa vronësira dhe rreshje shiu. Unë jam i uritur. Ato sanduiçet janë për më vonë. Po, por stomaku im ka nevojë për pak forcë. Djali Gjik ka një punë me shumë rëndësi. Vendodhe laboratorit të profesorit është sekret. Ti duhet të sigurohesh që askush nuk po na ndjek.
Ja ku janë ata smurdhjakët. Aktivizo me një motorët, mbaj në mbëshkim në këtë drejtim. Ajo duhet të jetë. Si po shkon me punën tënde, djali Xhi? Mirë, varja. Zërit fort të tani. Pusho mare, putalla, më qane kokën. Wow! Mirë se erdhët, si ju shkoj rruga? Unë besoj që ju nuk keni ndjekur këtu. Nuk ka shanse. Oh, ju lutem, njuni me të frijuarën time, ju miu. Ndoshta ju keni nevojë për pak pushim. Uji këtu ngrohet nga vulkani nëntokësor. Shijojeni derisa unë të bëj riparimet tek djali robot. Hedhje topi! Unë mendoj që ai ka rritur pak fare. E gjitha çfarë kam dashur ishte që të kontrolloja të gjithë botën. Nuk po kërkoj ai shumë. Më është mohuar për shumë gjatë, por shumë shpejt e gjithë ka përdo qënë e imja. Dhe kur të sundoj botën, të gjithë do të më rastletojnë këtu. Konstantin! Tani jemi vetëm ne. Hapeni derë se për na sulmon kamikaze, more! Unë duhet ta fus përsëri brenda atë. Sulmoni! Vazhdori ushtria ime e kloneve! Thjesht prit shpirto! Profesor, ne kemi vizitor. Oh, e kuptoj. Forca plako, boj ndonjë gjë, mamaja nuk do të humba djalin e saj të vogël bullafiq. Ju lutem, mos u nervozoni. Nervat shkaktojnë gabime. Jo! Miu. Të lutem, aktivizo pak mbrojtjet. Ja! Lola, e ke problem ta ndihmosh atë? Tommy, të lutem, të më ndihmosh pak këtu. Mbrojtja jonë është aktivizuar. Aktivizo me një herë mbrojtëset Geo. Ne jemi në telase. Të lutem, aktivizo dhomën e panikut. Ne mund që të relaksohemi. Ky laborator është kryesisht i paprekshëm. Ne kemi për ta përfunduar rregullimin e tij. Dhe pastaj... Hey, çfarë bën ky butoni këtu? Jo! Mirë se u gjeta. Ç'kemi? Oh, shikoj atë. Mos u tremni. Thjesht dorëzoni. Ti atje, mbrapa tavolinës. Unë kam për ta marrë atë robotin tani.
Hapini pra ju, udojnë! Ju thash merri djalin! Djali robot! Tërzo, ose unë nuk më nafe në televizion, por unë kam për diçka vërtet djallëzore të këtë djallë. Vërtet djallëzore. Tani bëu një robot I mirë dhe bashkohu me mua për gjithmonë. Çfarë vërmoje? Me sa duket erdhi koha për disa pushime. Miu, të lutem bëj gati biletat. Tommy, ti je vërtet trim dhe shumë I fortë. Ti ke një talent e vërtet për të bërë një shkencëtar robotash. Lola, faleminderit për ndihmën tënde që të mbroja shtëpinë. Ti je vërtet shumë trime dhe shumë e fortë. Hey, pa për mua? Unë mendoj që erdhi koha të shkojmë në shtëpi. Profesor Moshimo, ndoshta djali I robot do të qëndroj me ty. Ai është krimi yt pas të gjithash. Jo, Tommy. Unë jam një burr I plakur. Djali robot të përket ty. Ai duhet që të mësoj që të jetë një djalë I vërtet. Derisa të takojmë përsëri, miqtë e mi. Jam I lumtur që të kemi përsëri siç ishe, shoku. Lëvizje e bukur, Tommy, kam parë dhe larva që janë më të shkathët gjithashtu. Pa, ban mirë të thërasësh zjarë fiksin, sepse ti e djegur nga famkeqi burri I zjarri djegës. Kush të djeg më mirë, burri I zjarrit është më miri, sepse burri I zjarrit të vënë në provë të kloja. Gaz, prit pak. Përse Gazi po largohet qesharake? Unë e di, por nuk do të qeshtim për të. Përse? Quhet tallje. Duhet ta thërrasat të tani. Tallje. Konstantin! Këndon sërish! Konstantin! Timore, putalla! Ne tashmë u humbëm armikun ton! Nuk du ta kisha bërë, boss. Lëre fare! Çfarë është ajo rëmuj? Pra, a e di përse je gjithmonë kështu me nerva? Sepse nuk e kap dot djali robot dhe nuk po e sundon dot botën. E po, unë kam që duke punuar një robot që të na garantoj kapin e atij spurdhjaku të vogël. Thuaj përshëndetje të madhit Konsta Roboti! Kamikaze! Do sundoj! A mos tha gjë ai, do sundoj? Jo, rregulla. Pra,
Ti mendon se do kapësh djalin robot me këtë gjën? Çfarë predi që të bëj ky? Ta sfisoj me tymën tonë në ajër? Apo do të bëj gazar me bregu me gjithë? Tani shko, do bëj diçka të ajrit. Ke të drejt, çfarë po mendoja unë kështu? Unë jam shumë budalla. Iko të bil! Nëse unë përpiqem të kap djalin robot me robotin tënd budalla, a mundesh të lutem të më bësh atë bëreqe? Le ta përfundojmë këtë mision. Monras, përgatitu që të bësh gati budall. Po thoja që përgatit Kosta robotin. Thash që përgatitu që të qellosh. Unë doja që të godiste anën tjetër. E dija këtë Konstantin, e dija që kjo do bëhe shumë e shëmtuar. Djali robot u merr me të mira ato llamarien e mbeturinave. Konstantin, ti e një gjeni. Jemi fiks të pikë që ne duam. Ta, si që mund ta shikosh, është i gjitha një keq kuptim. Pa pra, në fakt isha duke imagjinuar sikur djali robot po qeshte me mua, ku e gjitha në të vërtetë ishte një ngecje e tij. Djali robot, shiko atje! Kamikaze, do sundoj! Djali robot po tallet me llamarinën e madhe, tallet me dështakët, siç ndodh me gaz. Prit gaz, nuk ishte për keq ajo që tha ai. Ne duhet të dalim nga këtu, dhe kemi shumë për të folur rreth kësaj llamarinës së madhe. Konsta robot? Ti ke për të lumtur planet e doktor Kamikazes. Unë nuk e kam parë ata kaq shumë të lumtur. Sa shumë kam pritur për këtë ditë. Duke pasur djalin robot që punon për mua, të paktën mund të kem gjithë ata sklever në të gjithë botën. Djali robot nuk ka për të punuar kur për Kamikazin. Për Plakarova, ai kur nuk do punonte për mua. Më duhet ta riprogramoj atë. Nga i but, do ma programosh në mënyrën e ligë për ditësimi 2.2. Oshi! Konstantin!
vendin, ma i qafe këtë robot llamarina shka unë. Më ka kapur kiq fare kishtin e këmbës. Hey! Ti robot llamarina si gjithë rëplera, ma i që këtë metal nga kishtin. Malasis, sulmoni! Sulmoni! Unë nuk po e dëgjoj dot konsta roboti. Ai është një player. Unë të mbështira në këtë gjë, kështu që ti do i futesh punës. O jo! Presioni i ujit është duke hapur metalin brenda. Djali robot, ç'kemi? Ndoshta ke të drejtë për konsta robotin. Ai tashmë nuk duket më i lig, por pak sa i trishtuar. Tommy, po talësh? Po tani çfarë do të ndodh? Po tani çfarë keni që erdhe deri këtu? Djali robot kërkon falje. Tommy kërkon falje po ashtu. Vërtet? Kur kështu? Një falje nuk ma largon dhimbjen time. Ndoshta një dhurat të bëjë që të ndihesh më mirë. Durat? Po, më. Mori zjarrit është më i forti. Kja nuk është një dhurat. Shikoj e pak ato plak, është një pjesë llamarine. Shoku, kjo është një fyërje, ma iq këtë gjë dhe sillu si duhet, more vesh. E ani pra, familja, le të ulim pra panica tona të ky mjeti. Dua të kap trafikun. Do të lëvizësh? Më fali ro, por sot është e diel dhe ti di se çfarë do të thot. Dita e familjes. Ku do të shkosh? Juhu! Ping pong! Kush është gati për një lojë klasike me familjen? Po të lëma mirë këtë gjë këtu. Do të kthehemi sot në mbrëmje. Wow! Prit doni! Djalosh, bëje knockout. Kur ke pasur gjithë ato mundësi për sherr dhe në fund përfundon me këtë. Uroj të ke një familje. Tommy, je aty? Përshëndetje. Ha? Profesor Moshimo, ç'kemi? Oj, përshëndetje djali robot. A është Tommy në shtëpi? Ka ditën e familjes ai. Djali robot është vetëm. E kuptoj. Unë kam një armë të re për ty. Përgatitu që ta shkarkosh. Përse djali robot nuk ka familje? Nuk ke familje?
E kam bajtur këtë të fshet, por ti ke pasur një vëlla dikur. Jo, vëllai nuk është termi i duhur. Djali robot ka vëlla? Më trego më shumë. Me që po m'kull këm, vitën më parë sa po kësha ardhur në Akademinë e Elektronikës. Unë kisha krijuar prototipin e parë robot. E mërova atë si protodjali, a i ka manualin dhe kataklizmën ashtu si ti. Veçanërisht a i ka më shumë aftësinë të luftime, por a i nuk e ka shumë qejf njerëzimi. Fatkeqësisht, a ju rëmbyen nga një bande e re kriminale. A i ishte armiku im i parë, doktori Kamikaze. Kamikaze pasi e mori atë, vazhdoi ta riprogramonte dhe e ktheu në një të ligë. Por mjetet e tij ishin të reja. Ai i ktheu protodjalin shumë të ligë, saqë nuk e kontrollonte dot më. Protodjali u kthy në një makineri paniku ku sillte më shumë shkatërim. A i duhet që ta shkëpuste për gjithmonë atë. Shkarkimi jot sa po mbaroi. Unë duhet të largon tani. Mio dhe unë kemi një sekret eksperimental të madh për të e ke parasysh. Gjithsesi, kujdesu për vetë djali robot, do të flasim sërish. Po, erdha tani. Djali robot ka një vëlla. Duhet ta gjej, ta shikoj. Gëzohem që të njopish gjati Elmues, amigo. Kjo është të çmenduri, shef. Ti ke pretenduar sërish jetë. Ti nuk di asgjë. Të bashkosh një akrep me një aligator, bër një akrepator. Të jesh i sigurt që të bëhe me emër si kauboj si revistës së qershorit, do të jem më i miri. Ku është ai? Shef, e ke mbrapa! Tani me duhet që të gjej anti-helmin. A thua si ku nuk kam çfarë të bëj tjetër unë. Ui, Jax! Eja pra, shef! Të qarkullojmë sa të pak gjakun! Ti madje as nuk je duke vdekur! Vëllaçko! Prit, unë jam djali robot, vëlla i yt. Protodjali nuk ka vëlla, nuk jemi vëllezër. Moj Shimo, na ka bërë që të dyve. Djali robot e ka gjan protodjali. Dita e familjes së robotëve. Luajm, hapa dollapa, numëro dhe mbyll sensorët.
shikues, tani trego bagaj me ti vëllezërish. Çfarë ditë sot? Gjithsesi, ideja e cilit ishte? E jotja i dashur. Kthehemi në shtëpi pra. Është fali që ndodhi kjo. Bella, ndalo, po bën gabim. Jo! Do të shkojmë në shtëpinë e Tomit. Tomi është shok i mirë, rregullon sistemin. Tomi, ky është proto djali, vëlla im. Çfarë? Proto djali nuk është aq i mirë, do rregullim, bëje të mirë. Jo! Tomi, a je mirë? Kështu mendoj. Proto djali lëndoj Tomin. Proto djali du më shumë argëtir. Proto djali është i keq. Profesor, çfarë nuk shkon? Foto brenda, nuk ka kohë për shpjegime. Djali robot do ndaloj proto djali. Proto djali do shkatron. Ah! Djali robot, dhe asë të mbrap. Ai nuk mundet, pasi po në mban ne. Djali robot. Djali robot, arma që shkarkove sot, përdore tani. Vëlla i dobët arma është e padobishme. Ti e dole, ti o dhe nërë proto djalin. Oh, të më falë shëro, harrova që e ishte pjesë e familjes. Proto djali nuk ishte i familjes. Tomi, Moshimo janë familje. Ke të drejtë, djali robot. Familja? Ha! Kujti nevojit të val, unë nuk kam një të dilë, si do qofti që në tashosh dhe ti nuk dua asnjë. Shef! Jo, unë kam çdo gjë që më nevojitet dhe të uroj më të mirat. Megjithatë, unë do të rikthehem. Tani, ku shkoj sërish Agrepi? Ua!